Nëse fal namaz, çish ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur e ka përshkruar namazin. Ka thonë, nëse dikush e ka pranë shtëpisë tij një lum, dhe 5 herë ditë lante, a mbetet ndysir? Mbetet. Prandaj përdore namazin me të la. Përdore namazin me të la. Me të pastru nga mëkatet. Nëse namazi ka këtë funksion, ka këtë përmbajtje të kuptimit që realisht e sjell ndryshimin. Ne duhet gjithmonë të jemi më të mirë. Jo vetëm në raport me këto që i përmeni ky vllau i nderuar, po për shembull gjithçka. Namazi duhet na bëj për shembull edhe më të sjellshëm me prind, edhe më të sjellshëm me familjen, edhe më të kujdesshëm me dashnit ton. Gjithmonë më mirë, jo vetëm kuptim të mëkatimit, por edhe kuptim të punëve të mira. Gjithmonë të jetë avancim që ne jemi në përmirësim të vazhdueshëm. Kërkon nga Allah më të ndihmu, në Allah mbështetu. Vallai ai që në Allah mbështetet, e kërkon ndihmën e Allahut, është i sinqert që më largu punë të këqija dhe këtë e bën duke u penduar tek Allahu sinqerisht dhe duke u mbështetur te Allahu ka më ndihmu.